Policia e Lezhës ka arritur të zbarë ngjarjen e ndodhur pas ditën e së dielës në Ballldren, ku e ekzekutuan marrëmzjarri çifti bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Sipas bluve, pas administrimit të gjitha pamjeve filmike mbi itinerarin e lëvizjes të viktimave dhe autorëve, si dhe analizim të çdo prove materiale, janë identifikuar dhe shpallur në kërkim 3 persona të dyshuar për krimin e dyfisht. Ata janë shtetasit AM 22 vjeç, FM 36 vjeç dhe RM 23 vjeç. Në ngjarje janë përdorur 2 automjete, njëra prej të cilave pa targa dhe ende nuk është arritur të identifikohet. Në vijim të hetimeve të thelluara dhe profesionale, analizimit të çdo prove që lidhen me ngjarjen, u bë e mundur identifikimi i autorëve të dyshuar dhe konkretisht shtetasit AM 22 vjeç, FM 36 vjeç dhe RM 23 vjeç, banues në Lezhë. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prer rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye hakmarrje. Hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plot ligjor të saj. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim. Operacioni bion në terren ku janë përfshirë forcat speciale RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe strukturat operacionale të drejtorisë vendore të policisë Lezhë me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e automjeteve dhe të armëve të zjarrit që janë përdorur për kryerjen e vrasjes. 3 persona të shpallur në kërkim për ngjarjen rezultojnë të jenë djali dhe 2 nipat e Genc Mhillaj, i cili u ekzekutua marrëmzjarri në vitin 2016 në zonën e malit të Jushit në Shkodër. Për krimin e asaj kohe u arrestua Kreshnik Mujeci bashkë me të vëllain, por gjykata e Shkodrës i shpalli të pafajshëm dhe fituan lirinë. Nga veprimet hetimore të kryera rezulton se vrasja e çiftit të bashkëshortëve në Ballldren ka ndodhur për hakmarrje, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë atentat.